Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, në një konferencë për mediat ka denoncuar sipas tij raste të krimit zgjedhor në procesin e 11 majit. Berisha analizoi pamjet e një video ku tha se personi që ka marrë në dorë votat e diasporës është para dhe në takimet e socialistit Aulan Balla. Për kreun e Partisë Demokratike, votat e diasporës janë vetëm një nga shkeljet e ligjit nga mazhoranca. Është personi që merr në dorë votën e diasporës, i cili drejtohet direkt nga famziu Taulant Begojaris. Ja ku e kemi. Tjetër. Të gjitha votat janë tek pesa, vazhdo. Ky është vetëm një episod ose një dëshmi, një fakt. Ekzistojnë të tjera në të cilat votat e diasporës u shtetëzuan dhe u manipuluan në shkallën që deshi partia e krimit. Detyra themelore e çdo demokrati dhe demokratje është rikthimi i të drejtës votës lirë, largimi e Edi Ramës nga pushteti, qeveria teknike dhe vota e lirë. Berisha u shpreh se ky ishte vetëm një nga rastet që Partia Demokratike denoncoi dhe paralajmëroi se do të ketë edhe të tjera fakte dhe se rezultatet e zgjedhjeve të 11 majit nuk do të njihen nga opozita.